Nëse Moska do të dëshironte të testonte NATO-n, kjo ka shumë gjasa të ndodhte nga këndvështrimi ushtarakëve në rajonin e Detit Balltik. Për këtë arsye, shqetësimi për një përshkallëzim është i madh. Deri tani vëmendja ka qenë tek vendet balltike, por tani në fokus po vinë mira ishujt e Balltikut. Kremlini mund të ndërmarrë që nesër një sulm të vogël detar për zbuluar përçarjet brenda aleancës, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump kërcënon të lërë në balë partnerët evropian, deklaroi së fundmi komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura suedeze Michael Claesson për gazetën londineze The Times. Suedia po përgatitet për mundësinë që Rusia të testojë NATO në çdo moment përmes pushtimit të një ishulli në detin Baltik. Me antarësimin e Finlandës dhe Suedisë, deti Baltik nuk është bërë as pak një det i NATO-s, edhe pse aleanca dominon gjeografikisht. Rusia mbron me forcë pretendimin e saj për akses të lirë. Kohët e fundit ajo ka vendosur më shumë personel ushtarak në të ashtu quajturat tanker në hije për të mbrojtur nga ndërhyrjet e shteteve perëndimore bregdetare. Prej kohësh mendohet se Rusia mund të riformojë trupat e saj pas përfundimit të konfliktit në Ukrainë dhe të forcojë pozicionet në verilandjet e Europës, ndoshta me qëllim testimin e NATO-s, shkruan media gjermane Faz. Deri tani është supozuar se një skenar i tillë mund të ndodhte në vendet balltike, të cilat nuk kanë thellësi të mjaftueshme strategjike për të mbrojtur në mënyrë efektive. Në rast të aktivizimit të nenit 5 të traktatit të NATO-s, aleatët do dërgonin trupa dhe pajisje përmes Suedisë dhe Detit Balltik. Për këtë arsye, qasja e lirë në këtë zonë do të ishte vendimtare. Për ta penguar këtë, Rusia mund të përpiqet të vendosë trupa në pika kyçe, për shembull duke pushtuar ishuj të mëdhenj si Gotland ose Bornholm. Skenar të mundshëm përfshin një operacion amfib ose ajror gjatë natës, apo edhe përdorimin e burrave të gjelbër që mbërrin me jahte, një traget që paraqitet si i dëmtuar dhe forma të tjera të ngjashme. Gjatë luftës së ftohtë, Gotland dhe Bornholm kishin pranitë të konsiderueshme ushtarake, por kjo u reduktua ndjeshëm në vitet 90. Që nga viti 2022, situata ka ndryshuar dhe në këto ishuj janë vendosur sërish trupa dhe janë forcuar pozicionet mbrojtëse. Një pushtim i shpejt brenda natës tani konsiderohet i vështirë. Claesson e zhvendos vëmendjen tek mira ishujt e tjerë, shpesh të vështirë për t'u arritur nga toka. Sipas tij, Rusia mund të arrijë qëllimin për të sfiduar NATO-n, duke u vendosur pothuajse në çdo ishull. Një sulm nuk duhet të jetë i madh. Ai mund të synojë thjesht të japë një sinjal dhe të presë reagimin politik. Në detin Baltik ka rreth 400.000 ishuj, dhe zgjedhja për Rusin është vetëm çështje për zgjedhjeje. Eksperti estonez Erkki Kort, drejtuesi i Institutit për Sigurinë e Brendshme në Akademinë Estoneze të Shkencave të Sigurisë, paralajmëroi madje një skenar ku Rusia mund të pushtojë ishullin gjerman në Rügen, për shembull me rreth 100 burra të gjelbër. Megjithatë, profesori Kjell Engelbrekt nga Universiteti Suedez i Mbrojtjes e konsideron këtë skenar pak të mundshëm. Sipas tij, një veprim i tillë do të cilëte reagim të shpejtë sipas nenit 5 dhe do të ishte i rrezikshëm për Rusin, ndërsa Rügen ndodhet shumë pranë territorit kontinental dhe është i lehtë për të mbrojtur. Engelbrekt e sheh më të besueshëm skenarin e Claesson, pushtimin e njërit prej mira ishujve të vegjël në Baltik, nga trupa që fillimisht mund të mos identifikohen qartë si ruse për të parë reagimin e NATO-s. Suedia pritet të reagojë fuqishëm në planin politik, ndërsa përgjigjja ushtarake do të përcaktohet në koordinim me aleatët. Suedia ka rritur ndjeshëm investimet në mbrojtje, vetëm për mbrojtjen ajrore janë investuar rreth 50 miliard korona që nga nëntori, një shumë e barabartë me gjithë buxhetin e mbrojtjes në vitin 2018, që nga viti 2020 shpenzimet janë dyfishuar dhe arrin në rreth 2.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Megjithatë, ushtria mbetet relativisht e vogël dhe vendi mbështetet në ndihmën e aleatëve, çka e shtyu Suedin të anëtarësojë në NATO në vitin 2024. Në Stockholm ekzistojnë gjithashtu dyshime për mbështetjen e SBA-ve. Së bashku me vendet e tjera nordike, Suedia po ndërton plane emergjente për të ruajtur strukturat e NATO-s në rast se SBA tërhiqen nga aleanca. Një nga shtysat për këto përgatitje konsiderohet kriza rreth Groenlandës, nëse NATO nuk reagon shpejt në një situatë konflikti. Engelbrekt sugjeron se Joint Expeditionary Force mund të shërbejë si mekanizëm alternativ. Ky është një bashkëpunim ushtarak i udhëhequr nga Britania e Madhe me pjesëmarrjen e vendeve nordike, baltike dhe Holandës, i cili ka fituar rëndësi në rritje për shkak të zhvillimeve të fundit politike. Sipas tij, aleatët europian do të vepronin në solidaritet me Suedin, pavarësisht nëse aktivizohet apo jo Neni 5.